Faleminderit betem edhe një herë për mundësinë për të bashkëbiseduar, për të sqaruar pozicionin e PDK-s ka shik këtij ligji. Ne kemi abstenuar sot për arsye se nuk janë implementuar gjitha vërejtjet e gjykatës kushtetuese që ka pasur në projekt ligjit. Ju përmendet që ky ligj është rrëzuar 2 herë në gjykatën kushtetuese, një herë për përmbajtjen edhe një herë për procedurën e ndjekur. Dhe tani qeveria ka pas për detyrë të implementojë të gjitha vërejtjet. Nuk janë implementuar të gjitha vërejtjet dhe unë e thash sot në emër të grupit parlamentar që nuk mund të votojmë për një ligj që nuk i ka adresuar ato vërejtje. Nëse do të adresohen vërejtjet midis 2 leximeve, unë premtova publikisht që PDK-ja do ta votojë këtë ligj dhe po them edhe një herë, nëse vërejtjet e gjykatës kushtetuese implementohen pikë për pikë ashtu si thot akt gjykimi mes 2 leximeve, ne do ta votojmë herën e dytë. Çka nuk është përfshirë në projekt ligj? Ka disa çështje që nuk janë përfshirë. E para, për këtë projekt ligj nuk ka pasur fare konsultim publik. Dhe unë i kam thonë ministres në komision dhe i thash edhe sot, deputetëve dhe ministres, që ka një mënyrë për me kompenzu mungesën e këtij konsultimi publik. Mund të organizojmë atë që rregulloria jonë e kuvendit e quan konsultimi publik legislativ, ku mundemi mes 2 leximeve të organizojmë konsultim publik, edhe të formojmë një grup punës që implementon ato që dalin nga konsultimi publik, vërejtjet, sugjerimet, dhe ato që dalin si obligim nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Tjetër që se përfshin ligji është gjykata kushtetuese ka thonë që asnjë gjë që sa i takon lirive dhe drejtat njeriut dhe procedurës të verifikimit dhe konfiskimit të pasurisë pa justifikueshme nuk duhet të lihet të rregullohet me akte nënligjore. Këtu prapë kemi diskrecionin e drejtorit të byros të rregullojë çështje të tilla. Kjo nuk është implementuar. Çështja tjetër është që ligji ka plot raste. Ka plot raste kur gjua është kontradiktore. Një neni referohet, një neni tjetër që s'duhet më referu. Ose është e shkruar për shembull, poshtë një nen se tash se mora me vetë lexova në kuvend, thotë mosën e përkohshme presi ose mosën për sigurim e kështu me radhë është gjuhë jo juridike që ngjan publicistikes, plot gjëra është e fundit për shembull në dispozitat kalimtare e keni thotë derisa themelohet byroja kontrol e luan agjencioni antikorrupsion, kjo mendoj që s'mund ndodh kështu, edhe elemente tjera që unë kam puna për nene të ndryshme, e sot i numërova një pjesë tyre në kuvend, nuk janë implementuar vërejtjet e gjykatës. Tani mes 2 leximeve kemi mundësinë me implementuar atë. Unë nuk posh sot vullnet prej shumicës parlamentare. Edhe unë sot u përmbajta nga diskutimi politik në seancë, dhe thash se do diskutojmë vetëm profesionalisht. Ne nuk jemi në parim kundër konceptit konfiskimit civil. E përkrahim themelimin e byros, e përkrahim konfiskimin civil, e përkrahim luftën kundër korrupsionit. Por një ligj që ju kushtetues nuk mund ta përkrahim dhe po e them atë që thash në kuvend, për përmbylli për këtë pjesë, PDK-ja nuk i nënshtrohet shantazhit moral televizave vendose për të thonë kush njiheni hajn e kush njiheni i ndershëm. Pse kjo nguti e vetëvendosjes që me kalu këtë ligj sa më shpejt? Unë mendoj që është shumë e qartë, thashë në seancë, askush nuk është hipokrit këtë çështës me e kuptuar që kur e miraton sot dhe propozon që miratimi tjetër të jetë datën 27, kur përfundon afati i zgjedhjes së presidentit dhe shkohet në zgjedhje, çdo kush e kupton që kjo po tentohet të përdoret si instrument për lojë politike. Dhe loja politike është shumë e thjeshtë. Nëse e miratojnë me 27, thonë që fituam natash kena me omor pasurinë këtë tyre që kanë vjedh. Nëse nuk implementojnë vërejtjet, ata e dinë që ne do ta dërgojmë në gjykatë kushtetuese prapë, e thonë që opozita nuk lejon. Kështu që kjo lojë u përsërit që 4 vjet dhe u mor vesh besoj prej secili qytetar të Kosovës, po dhe njerë po them, partitë politike dhe neve generalisht nuk duhet me ra nën shantazhin moral televizionit ndëzëm na caktua ata neve kriterin moral kush është i ndershëm në politikë kush është i ndershëm. PDK-ja i ka kredencialet e veta morale, politike e patriotike që s'mund vijen pesh për një partije si lëvizave vendose. Dhe një pyetje për këtë fillim krejt fundit, ndoshta edhe në vetëvendosje ka hajna si thoni ju dhe ndoshta ky ligj mund të shërbejë që edhe hajnat që janë në vetëvendosje për cilët ju thoni që ka shëb, do t'ju konfiskohet pasuria e fituar e që është e pajustifikueshme. A do ta godet edhe vetëvendosjen ky ligj? Po, ligji godet gjithë zyrtarët publik, por e vërtetë është që këta mendojnë që ky është një mekanizëm në dorën e tyre vetëm kundër kundërshtarëve politik. Na e diskutojmë edhe sot, du ta dim, VBA është pushtet sot, nëse ndërtojmë një byro që është mekanizëm politik, unë nuk du që as PDK-ja kur tonë pushtet me pas një mekanizëm tillë. Edhe nuk po imrozoj. Vërtet nuk du me pas mekanizma tillë asnjë parti politike në Kosovë që një kushtetuesët që shfrytëzohen për ndjekje politike. Nuk ka të bëj këtu me këtë gjenerat politike. Se nëse na ndërtojmë sot çet mekanizëm, një gjë është e sigurt demokraci, që pushteti ndron. VBA-ja në ditë ka me hub zgjedhjet. I hub sot ose mas 4 vjet.
Edhe mas 4 vjetë, kushdo që vjen, ja kemi me hyrë në një cikël ku secili e ka një instrument dorë që e përdor për hakmarrje. Standardi duhet të jetë standardi minimal kushtetuta, se për te kushtetutës na mund me diskutu cilat janë rregullimet më të mira. Për mu ka qenë e kot koncepti konfiskimit civil prej fillimit. Mund ta diskutojmë. Okej, ju më pajtu me thonë se për me hek borën që s'kom çka me mshef, e s'kemi çka me mshef si parti. Po tash ligjin duhet ta bëjmë në përputhje me kushtetutën. Zoti Zekaj, që që keni po miratimin e krejti projekt ligje, këtë sak deri tash edhe këtë nguti që me kalu sa ma shpejt tash? Që nga fillimi sot, do të thonë jo përmend që është hera e tretë që po tentohet që të aprovohet ky projekt ligj, e që faktikisht gjithmonë qeveria ka tentuar me procedura të përshpejtuara, diskutimi publik në qeveri ka mungu, edhe pse kemi pas një projekt ligj i cili në tërësinë e saj ka ndru konceptin e konfiskimit pasurisë. Një prej ati penal në konfiskim civil të pasurisë, e që jo në shumë shtete të botës ekziston, dhe për këtë arsye, duke pas parasysh që kemi një projekt ligj që mund të jetë potencial për cënime e drejtat njerëzit, është dashur të ketë më shumë kujdes qeveria dhe legjislacionit dhe kuvendi derisa ky projekt ligj të hyjë në fuqi me qëllim që mos të lehet rastësisë në asnjë pjesë të këtij ligji. E mira që sot që nuk u të kalu, domethënë konsultimet publike që opozita ke kundër këtyre për shpejtimit edhe në procedurë legislative që të shkon sa më shpejt ky ligj dhe të hyjë në fuqi pa i adresuar të gjitha çështjet që faktikisht ende po dalin çështjet që të cilat nuk kanë adresuar qoftë nga Komisioni i Venecias, qoftë edhe më herët edhe nga shoqëria civile që ka adresuar, e të cilat janë gjetur edhe si shkeli kushtetuese nga gjykata kushtetuese që dy herë, një herë në çështje meritore, pastaj edhe një herë në çështje procedurale, dhe duhet të kenë kujdes. Opozita nuk duhet të bjen në presionin e qeverisë dhe të partisë në pushtet për shkak të popullizmit të tyre dhe këta të binë në presionin e partisë në pushtet, me që pasi që tani mund të kemi edhe zgjedhje dhe të kalohen procedurat dhe të hyjë në fuqi një ligj i cili prap ka defekte. Ne kemi, domethënë, problemi më i madh i këtij ligji është pavarësia e tij dhe ne nuk duhet të anashkalohet kjo çështje. Kemi një komision mbikëqyrës i cili përbëhet prej 5 anëtarëve, e cilët partia pushtet secilin prej tyre, domethënë, mund ta ketë person të kapur politikisht. Kemi drejtorin e Agjencionit për parandalimin e pasurisë, njësitë të inteligjencës dhe 3 që zgjedh Kuvendi i Kosovës, domethënë të gjithë shkojnë me shumicë të thjeshtë, procedura zgjedhjes është me shumicë të thjeshtë dhe potencialisht partia në pushtet mund ta kapë komplet komisionin për mbikëqyrjen e byros. E mos flasim pastaj edhe për drejtorin që ka kompetenca shumë të mëdha, e që të njëjtit i është lënë mandat 7 vjeçar që edhe nëse humb zgjedhjet prap ta kenë personin e tyre në një agjencion e cili mund të përdoret pastaj edhe për mos ta quajmë edhe për gjueti ndaj personave të tjerë. Kështu që besoj që është bërë mirë sot që u